Ne, si njerë, si musliman, nuk kemi të drejt që të themi, sprovësht, me nejtë pa martu, pra së martona. Sprovësht me kanë fukara, ndaj s'pa punoj. Sprovësht me kanë smut, ndaj nuk pa mjekona. Pëse s'pa thu sprovësht mu më rëdhif tëfti e s'pa veshna, pikdimnit. Pëse s'pa thu sprovësht me nejtë unë pa pëqosh pa hambo kur të ndohësh. Ne nuk do të mbështeti me nejtë, a është a nuk është sprovë. Ma qartë, sprovë është kader, dhe çdo gjë është kader. Martesa kader, mas martesa është kader, sëmundja është kader, shëndeti është kader, pasëria është kader, varfëria skami është kader. Dhe kështu me radhë çdo gjë është brenda kaderit të Allahut të madhruar. Ne si musliman, madje kader është me hije dhe pa besimtarë në xhenem. Kader është njeriu me vdekje si musliman, tjetër me vdekje si jo musliman. Kader është kemi fal 5 kohë namaz, kë nuk e fal asnjë vakt namaz. Kader është sadakon ditë hashureve. Dita 10 e hashureve. Ai që ka gjëru, ka në kader. Ai që nuk e ka gjëru, prap me kader. Kjo nuk delesht të kaderit, kjo nuk delesht të kaderit. Ata që janë në spitale atjenja 2-3 ku di sa në zanë në spitale të naktën Prishtinë, këtë me kader janë. Pa në atjerë që jene e spitalet, edhe na jena me kader. A zë nuk delesht të kaderit. Tamam. Por, ne nuk duhet të mbështetim në kader e të neglizhojmë gjërat. Sepse i bie në ato raste bie që ne nuk e kemi kuptuar ligjet e Zotit te bareke ve taala se ç'duhet kuptuar. Në shkollë, në provim, ti nëse kalan, ke sukses e kënë fakultetin ose qatë shkollë që ke registru, është kader. Për nëse ngell, është kader. Mirë. A i mbështet është kaderit me thonë që qa, ma se ko ka kështu prane, s'pëllodha me mësu heq. Apo ti merë sebepet një maksimum me mësu, me thonë provimin. Në komunikacion, hip që në kërë dhe me sefte, me bismillah dhe skirën. Del për i qytetit për fshatit e kënë ndohën e ultimit. I ndjek regullat komunikacionit i për cjellë. Pra, ke bo bismillah, ke kënu doan ultimit, ju ke mbështet Allahut, ke ndjek rregullat komunikacionit, ti ende nuk përdin qa të pret, ti nuk përdin. Të shku rrugës, ndodhe një fatkeqësi, e vogël apo e madhe. Tamam? Që kur ndodhë shtash, që tash ke të drejt me thonë, që shtë shkon kader. Pas ka qenë kader, dhe thuj sprove, pas ka shkru Allahu me o sprovu. Pra, pasi të ndodhë, dhe pasi që ti i ke marë të në sebepet, por dështojnë, edhe të martesa. Robe ka obligim, nëse dënu martu, që këta nështë martesa, ta nështë mesele kënë veti, mesele, një herë, e kam obligim, farz me martu, pra po du, as po du. Së dyti, nëse du më martu, e kam obligimin në më interesu. Pasit që të interesohem, të marrë sebepet, shkaqet, dhe ato dështojnë. I marrë shkaqet normale, shkaqet që nuk do duhej t'jenë pënges, për shembull, nuk e lip grua ma të bukur në dënjat, apo djalin ma të bukur në dënjat. Se s'ka ma të bukur në dënjat. S'ka. Diçka ma i bukur në dënjat nuk ka. A ka një sufe, e ma i bukur në dënjat. Një sufe ka ma i bukur në dënjat. E për kanë sa thot që ma i bukur në dënjat? E cila vajzë është me e bukura me e mira në këtë dënja? Kjo është me e ndru. Kjo është me fantazu. E kur të fantazejsh, nuk jetë të përbajt ligjeve, të jetë për te ligjeve, për te sebepeve, për te kushteve normale. A është ajo. Për te këtë të në fantazma jenë. Të jenë fantazma. Për pas kësaj të këqyrë në herë vetën pasqyrë, asë këqyrë kur heqë. Këtheur ka nërë, din pasqyrë këqyrë vetën. Nga anë e pamjes, nga anë e shkollës, nga anë e emnit, autoritetit. Këqyrë tash se edhe e bia, edhe e zoja, që lypti me cilësi shumë të larta, po edhe e ka qef për veti, me pas dikan me cilësi shumë të larta. Qysh më ndohet ti me marrë një grua me doktor shkence, ti ki të rritit shkollë. Fjale pa bije. Qysh bëhet e po?
Jo që ki gjëna, të nështë ki rëzk, por mundësi që të vogla, gjaset e shumë të vogla. Pra, lype, plesht me 2 fjallë thëjnë, lype ekranin tënë. A thënë që të plesht? Sa bukur thëjnë plesht. Zatën fjallë të pleshtve janë, mashallah, shumisa të një krejt. Lype ekranin tënë. Pastaj thua, Allah ekranin për lypi, nuk jem të zgjidh. Por subhanë Allah s'padan. Qëta është i sprovë? është kam sprovën Allah. Kër të kuptesh të në që sprovë, qëndra. Sepse dhe që i bje kje? Kje i bje si kurse te ke kuptu që ta ka mëntu dhe kësh kamerën, po s'ka tërgu ty. Ama dhe ti edin, edhe i edin që ka ti i vëzhgonë në kamerë. Për shembull në një supermarket madh ndikon. Ka ndonjë pjesë dikon sa që nuk je i vëzhguar. Tash këtu kamerat e sot në për këtu lokal të bëjnë më friksu me kap një sene me këqyr. Të ke qef me këqyr. Por ke frikë se mos nuk pe kupton e mirat kamerë ku mendon që ke shtin xhep ti boakia. Ta ngjetam në hajn tani më duhet të kontrollu të dera atë ski lidhje me hajni, udhu billah. Pra kur të ndodh diçka themi, sprov ka kanë, bësaber o filan se Allah të ka sprovu. Bësaber. Tamam?